E ka barazuar tani skuadra e Veleçikut ka bërë një ndryshim, shoh që është larguar lop që ishte dëmtuar në pjesën e parë. Tani do të jenë Nikaj për të mbrojtur katërkantëshin e Veleçikut. Çokaj me kokë atje. Futbollistët e Naftarit tani, Shabanaj nuk e merr topin, topi del jashtë. Riven e lojë për Veleçikun. Ka nisur pjesa e dytë pra vetëm me një zëvendësim, më kjo në port Shekaj. Shekaj ka ngacmimin e Shabanajit. Shekaj çan përpara Shekajt. Trembulon dy futbollistë, por tani Banushi hapet topi nga djatha, atje ku është Smakaj. Smakaj mundohet të por nuk e ka arritur Smakaj me sa shopun, jo. Dhe nervos bile Smakaj me këtë mos arritjet e këtij topi. Dhe tani skuadra e Naftarit ka rivendje në lojë. Është Dedja, topi gjatë, ka kaluar në gjysmë fushën e Veleçikut, pa ndonjë Rosema me kokë atje. Është Lajmeri me kokë atje. Kamilini Hiçi. Është rivendje e lojë për Veleçikut, pa vishë Rosemaj. Gjini, autori i golit për barazimi, Gjini. Rosemaj me kokë. Ka në një të gabuar nga Gjini. Të minuta loj nga pjesa e dytë, një Veleçiku dhe një Naftetari. Tani ka një goditje të nimit për ekipin e Naftarit në gjysmë fushën e vet. Është numri 22 pra Melaj në top të gjatë, gjysmë fushën e Veleçikut atje. Ka ndërhyrë Ragami, ka bllokuar topin për një moment. Ragami niset Ymeri me numër 7, Ymeri. Kërkon të nis Gjinin, Gjini kërkon Smakajn po e ka dribluar Smakajn. Kombinon me Gjinin, tani topin e ka Gjini, ngacmon numri 5 atje. Mendoku Ragami tani, rreth me fushë tani. Ka topi me mbrapa te ka vënë Çokaj. Çokaj në një trajtore të lartë pra atje. Atje vazhdon edhe Shekaj, është numri 15, pa me top largim me bryla, po kryesori e ishte pranë, nuk më jep asgjë. Pretendojnë futbollistët e Veleçikut ka një largim i topit me dorë. Tani është nga majta e sulmit të Naftarit. Ragami. Shekaj e mon topin, ka përballë numrin 4, Gjika. Tani Gjini, niset Zaraj tani. Zaraj kanë marrë përsi futbollistët e Naftetarit, topi gjatë atje, vrapon Kaçaj, e mon topin Kaçaj, nuk ka një, s'ka asnjë lloj ngacmimi, që do ndesi për topi është për Veleçikun atje, Zaraj. Po janë futbollistët e numri 8 atje, lojë shpejt tani, Menduku. Ja majt atje ku është, bon Kofu, topi tani rreth me fushë atje. Malaj, topi gjatë, vrapon Banushi atje, vrapon edhe Shabanaj. E ka fituar këtë rivendje lojë Shabanaj pra. Ka shkuar atje Gjika me numër 4 për të shërbyer për shokun e tij. Kryet me shpejtësi atje është numri 8 Dhambi. E kthen topi mbrapa. Topi përsëri rivendje lojë për skuadrën e Veleçikut. Është Gjika. Topi mbrana zonës atje, topi shumë i gjatë atje. Çokaj me kokë. Shekaj e merr topin për një moment, ka lënë një futbollist 2. Ka ndërhyrje nga mbrapa, goditje e nimit. Banushi. Banushi të rrijet prapa. Jep të gjysmë fushën, të vlarësia atje, vetëm Gjini është atje në qendër, por në rrinë me shpejtësi, mbrojtja e Naftarit, e largojnë topin. Tani niset të kolosën më atje, është numri 8 me Menduku. Tani Veleçiku, Smaka, ka ngacmimin e Malaj. Melaj, tani Gjini. Nis i merrin, por nuk merret vesh, por gjithsesi është fituar kjo rivendje në lojë për skuadrën e Veleçikut.
Ka shku atje Zaraj. E top të gjatë atje, Ymeri, e man topin mirë Ymeri. Ka nga smimin e 2 futbollistë, e këthen topin mrapa atje. Rostemaj, tek Smaka, Zaraj. Në hynë Melaj atje, me numër 1, po ka marrë visë Rostemaj atje. Dë luftim atje mes 2 futbollistëve të Naftarit. Ndoshta të kërkon të marrë një goditje kënit. Po jo, dopi është në lojë atë, largojnë futbollistët e Naftarit me shpejtësi, madje niset një kundërshtim madje me një futbollist, po atje është edhe Çokaj me kokë, e ka bllokuar, ka ndërhyrë në mënyrë pa rregull numër 20. Është ai futbollist Obina, një lojtar mjaft problematik për ndërhyrje të gabura, madje ai vetë bëri dikur jam dëmtuar në pjesën e parë dhe nuk ishte dëmtuar fare ndaj një veterani. Është pa bukur kjo që ndonë. Topi brenda zonës atje, po largon Banushi. Tani Gjini. Minutën i Zara, e këthen mrapa Zara tek Banushi. Në top të gjatë atje. Tani është Ragami, e mon topin par, ka ndërhyrje nga mrapa. Ragami, e omet topin, 2 futbollistë, numri 11 dhe numri 7, sa pa futur për Azizaj. Ka goditje e dlimit, pra, ndoshta vetëm një prekje e lehtë mbrojtësve të Veleçikut dhe i gatshëm atje Andi Tocka të Vashallej. Ka një goditje e dlimit, ndoshta në minutën e 43 të pjesës parë, pra ishte një goditje e dlimit, ku shfrytëzoi atje kapiteni i skuadrës, pra Gjishti në numër 3 dhe kaloi në avantazh Naftarin, por nuk shkuan më shumë se 3 minuta dhe Gjini barazoi për Veleçikun. Tani është Melaj me numër 22, është dhe numri 7 Azizaj, sapo krijohet një mur prej 3 futbollistëve, Bërshten, Tocka, Melaj, topi mbrenda, Togazi, po largon atje Gjini, sa të larg. Po janë, nuk ka asnjë në sol Veleçiku tani. Futbollistët e Naftarit nisin top të gjatë, direkt në port. Nikaj. Mundohet të qetësoj repartin e mbrojtjes. Nikaj tani bën udhëzon shokët, do të nisi top të gjatë. Top në gjysmë fushën e skuadrës së Naftarit. Shekaj ka dribluar një futbollist, në rrymë të gabuar ndaj Shekës, nuk ka faul. Nuk e kuptoj çfarë. Banushi tani. Topi gjatë atje, vrapon Smakaj, ka përballë Melaj me numrin 22. Smakaj, mjaft i shpejt, por edhe topi është më i shpejt se Smaka dhe se numri 22. Melaj, ka dalë topi jashtë për të rimen lojë për portierin Ante Pele. I veshur tërësisht në jeshil. Shtejnë për para tani. Dedja ka në top të gjatë atje, por Banushi e ka pritë tani. Azizaj, mundohet të nisë Shabonaj me numër 9. Shabonaj nisë top Kruz atje. Ka plazhën, ka dëmtim të portierit. Vazhdon loja. Tani ishte një rast i pastër për ekipin e Naftarit. Gjistari nuk ka përshtyr absolutisht për asgjë. Ymeraj e mund topin mirë, Ymeraj mundohet të ikë vetë, e kthen mrapa tek Rostemaj. Ikën Rostemaj vetë. Tani Ymeraj të rrëdhe me zbushtëri, Gjini nisë, në është edhe djeli e pengon dhe ka dalë topin jashtë, pra nuk e shef mirë, vijen kufizuese të fushës, pra vijen ansore. Pa ja prove minutët se 9 pra, 9 minuta lojë dhe vazhdon në rrezati i pjesës parë, një Veleçiku dhe një Naftatari. Topi gjatë, atje është Obina, rapon dhe Ragami atje. Ka përplasje të Rostemajt dhe shojmë. Ka filluar të palloj pak Rostemaj ndoshta. Nga dëmtimi lirë gjithsesi merr veten, mirë kthehet tek pozicioni i tij. Pritet kjo goditje dlimit. Topi mbrenda zonës atje. Largon atje Gjini. Ishte Gjini, po numri 4 atje hapet Obina me numër 20 Obina.
E ka përplas topin për Banushin, e fiton të goditje kënit. Ka shkuar ati Azizaj me numër 7, i cili të zëvendësoj pra numërin 8 Dhambi. Kras për Azonës atje, ka pasur tërë pasyre nga e zonës rëtëris topi dhe ka shkuar në ansore Ragami, e kanë zirë jashtë, në jashtë fushet. Këtë e topi loj për sëri, pra ka rivenje loj. Folu o Kaçaj! Manush! Zara! Vojë gjoks! Vojë më gjoks! Koma nuk ka rifilluar me të rivenje loj, topi për futbollistin naftare, është edhe Shabanaj, Ragami, ka larguar për një moment. Ka është në rinje nga mrapa e numri 15 në Gjinit. Ymeri tani nërë të top, Ymeri kërkan një top të gjatë Zaraj, vrapan 4, vrapan të numë Zaraj. Por është portieri Ante Pele që e ka më të lehtë ta neutralizojë këtë konosur të Beleqikut. Ishte top i gjatë i Ymerajt, poi atje Zaraj. Ymeraj ishte naftari tani. Kaçaj. Topi! Bravo! Banushi atje largon për një moment tani është numri 4 atje. Gjika, a unë topin tani Ragami, Banushi, Zaraj, Shekaj, e mon topin. Këtë mrapa të Banushi, topin njësët rrët me zuzha të kuash. Njaf mirë gjinit e Ymeri, Ymeri kërkon të njësë smaken nështë ta pengon, thash djeli shumë, po nuk e kontrolon mirë topin si shduhet, po gjusë si e ka fituar të rivenje në loj atje, visë Rostemaj, i gatshëm. Rostemaj, gjen. Ymeri, këtë topin mrapa të Ragami, visë Rostemaj. Ymeraj, top gaze, për plas për një futbolist, Melaj me numër 22, e largon topin. Al topi jashtë, tani futet topi tjetër. Në është ta Beleqiku po përgatitet. Topi më në zonës atje. Shofë. Ecën tani, mjaftë mujur atje, Ymeri, topi toka Gjini. Portieri, ka dal jashtë, me goditje kënit. Në është ta skuadra Beleqikut do bëjë. Zëvendësim kam parë Talashanin, të gatshëm. Banushi, krahas më në zonë atje. Me kokë mjaftë mbikur atje. Si gjithmonë Gjini i gatshëm, por ka pritur atje portieri. Kapiteni i Çokaj, nisi top të zonë në rrepsis atje ku është pozicioni jashtë lojit. Vetë Gjini topi ka dal jashtë, pra dhe duhet të riven lojë nga ekipi naftarit. Akoma nuk është kryer zëvendësimi. Kapiteni Gjishti, topi gjatë atje, në rinë Smakaj. Në rinë atje. Banushi me kokë, asi me kokë një futbolist. E ullë atje mundu. Tani Azizi, mundu të një Shaboni, po blokon atje mjaftë mirë Banushi, tani Ragami, e man topin Ragami. Ragami, e man topin, mundu të një Zaren, e man me gjoks. Shekaj tek Ragami. Ragami, vazhdon ta marrë topin lojë, mjaftë bukur Ragami. Por në një shpërsi, tani është Azizaj, ka gacmin në Shekaj, merr topin me mjeshtri Shekaj, e mon topin lojë Shekaj, e kthen mbrapa tek Banushi. Banushi nik tek Ymeri, Ymeri ka gacmin në lojtarit me numër 11, mjaft i shpejt atje është. Bravo. Rostemaj,
tani ka të zëvendësimin, pra do largohet Smaka me numër 66, Smakaj, do dalin në krahun tjetër, pra të vurës është me afra nej dhe futet pra Trashani me numër 4, Trashani let edhe në rolin e mesfëshorit, por duket se tani do të kenë një zëvendësim kok për kok me Smakajn. Topi gjatë atje. Largon atje. Është Melaj me numër 22. E me në lojë atje. Kapiteni i skuadrës Gjishti me numër 3. Në top të gjatë, në rrëdhën e mezit fushë, ma dhe ka kaluar rrëdhën e mezit fushë atje. Me hynë Qokaj, mjaftë energjik atje. Tani do luftimi Banushit me Shabanajt, me besi me kokë Banushaj e përplas Shabanin dhe ka fituar këtë rivendin lojë. Është... Hajde, Gjini! 7 minuta nga lojë. Pjesa e dytë, Qokaj, një stop të gjatë atje. Trashani ka bërë topin e parë, ka kontaktin e parë të gabuar, pra kanë zirë topin jashtë për të rivend lojë nga ekipi me Knaftara, Malaj. Në pjesë e dytë ka pritur dhe gazetari sportivi Naftarit, pra Ben Peçani. Ben Qepani, pra njëri nga gazetarët e minjohër dhe qytetit e Stalinit, një arkehues, pra i disa gazetave sportive duke përcjellur në vite e ekipin Naftarit. Tani rivendin loj, Gjika, topi gjatë me dorë, do shta shumë i vërrushëm hajdo. Shekaj me kokë. Numër Gjika, tani. Shekaj, zjerë topin. Jashtë skuadra e naftatarit atje rrezikoi, Shekaj me intuitin e tina, tani Shekaj e mon topin në lojë. Pa kaluar numri 4, ka në mirë gabuar nga mrapa. Se kuptoj përsëri vazhdon Toska. Para Andi Toska para vazhdon të mos. Pastaj kur ka në mirë gabuar në Gëlishi. Nis Rustemaj, unë të nis tani Trashanin, e mon me gjokë Trashani. Unë të kondoj me i merin, po janë mjaftë. Tani është Zaraj, këtë blë një futbolist, po e në rinë ati Azizi, sa po futën pjesë në dytë, pra. Tani janë skuadra e naftëtarit, pra kur gabon e pësën si të djallës, tani Shabanaj, të pizjatë, por është Kaçaj për pak sa nuk ka gabuar, e ka marrë një me numër 20, gabon atje. Obina, por është i sigurt atje, me dy duart lartë, Nikaj, vështan me duart lartë, pra u zërë shokët të kalojnë në gjysë fushën e skuadrës e Naftarit. Ka në rrjet gabuar të Melajt nëj. Bravo, I tha të tide, i tha Për sëri, Naftarit do bëjnë zëvendësim, për fri është i futbollisti huaj. Numër 23, pra. I kena. Tani Qokaj. Toka si atje. Rustemaj. Jo, vetëm rivendin loj. Ka ardhur në pjesë e dytë pra gazetari sportivi Naftarit, pra Ben Qepani, i cili me këmën e tij dhe aparatin e tina pra po fikson se takim pra këtë derbin mes Veleqikut dhe Naftarit. Tani topi janë gjysë fushën e Veleqikut, topi me disi mrapa atje, numri 4. Në rrjën Zaraj, pa e numër 11, gjujtje, e gabuar. Topi, kërkohet topi, pra do të zëvendësohet, skuadra do largohet Shabani me numër 9.
futet Brokli, por të largohet edhe numri 19. Në kohu dhe do futet numri 23 Ikena. Dy zëvendësime pra. Loja tani duhet të rifilloj, pra është larguar pra Shabanaj dhe ka hyrë numri 21 Brokli. Allaj, ka dalur pra numri 19 Obina dhe ka hyrë Ikena. Banushi. E mon gjokës mirë, ka qurë të shekaja, por ka marrë tani numër 23 Ikena. Në Rustemaj, tek Banushi, nis një top të gjatë ati traktorit tek Imeri, shtyhet Imeri me 2 duart, por raport ati edhe portieri, tani është edhe numri 3 kapiteni skuadrës, Imeri, e përplas topin për kapiteni skuadrës, e fiton Imeri, pra mjaftë impulsiv, edhe teknik, por edhe mjaftë ngulmos dhe mori këtë goditje kënit nga krahu i djathtë i sulmit, atje do të shkoj Banushi. Minuta e 24. Nësa jam i gabuar. Është Banushi tani atje. Kërkohet Kas Manazonës atje. Me kokë goditje letë e Gjinit, por atje Antipele e ka Obina. Vazhdojnë në rrjet e gabura. Vazhdojnë loja rënë e skuadrës. Naftari tani. Tani Kaçaj pra është ngritur pra Trashani. Kaçaj Marhol. Top gjysmë fushë atje. Pa largojnë topin jashtë skuadra e Velecikut me Banushin. Banushi. Kombinat me Shekaj. Tani Banushi përsëri. Mani u të dhimë rëzvetës, ka gjitur Shekaj, mundu të qaj vetë Shekaj, ka smimi e numrit 4. Ka dribluar për njerë. Kros Manazonës atje. Zaraj, mundu të shfërdzoj. Zaraj. Në Banushi ka goditje. Shojëm, ansore, shprejt të këvija këndore pra për Velecikun. Bashkur atje Banushi. Banushi top të gjatë atje. Nisi Gjinin, Shekaj e mërë vetë sëpin, mes 2 futbolistë Shekaj. I nërhin fuqishëm, si qda herë. Loj shumë e rënë. Dhe tani pra nuk është minuta e 25. Por të është numri 15. Dedja ka në top gjatë, gjysmë fushën e Velecikut atje, por largon për Ragami prime, tani është Trashani. Top lërë atje, përsëri Trashani, por është numri 1 Ragami. Numri 5 atje. Mjaft lejtar, me duk mjaft i shpejt, Ragami. Sot mjaft punëtor Ragami, por topi ka dal jashtë, Trashani nuk mund të arrijnë. Rriven një loj për skuadrën e Naftari. Tani është top i gjatë Manazonës e Velecikut atje, ka shkuar Nikaj me shpejtësi. Nikaj hedh një vestrim, në gjenë me i lejtar ka dëshira e pra të lirë, po më në fund e shkelman vetë topi atje, në gjysmë fushë atje, Shekaj.
Tani e merr Trashani. Më në gabuar, pra nuk e jep aty ku është Zaraj, tani është Rustemaj. E ka marrë topin me dorë një futbollistës me shumë vonesë, Toshka. Në fillon aty Gjini, ka dalë në rolin e sulmuesit të krahut djallë, Gjini është dhe Trashani ani, Gjini. E shohim Gjini, kërkon nimën e shokëve, ka shku Rustemaj, mjaft bukur Rustemaj. Është shtyrë, po vazhdon topi mbrana zonës atje, numri 3 kapiteni i skuadrës, tani Azizaj. Janë dy futbollistë dalin në kundërshël, po ndërhyjnë Ragami atje, por janë përsëri skuadra naftare, një kundërshël i shpejt, top shumë i gjatë atje, por Banushi shkon tek Zaraj. Zaraj vazhdon. E ka rarë topi në bark. Duhet na lojë loja për një moment. Është Zaraj pra topi fuqishëm për plasi për një futbollist. No, për një moment të shtrirë atje, me rëvënimin e shokëve të tij është Ymeri. Skuadra e Naftarit, pra ashtu si edhe në pjesën e parë, edhe në pjesën e dytë, por zhvillan këtu në qytetin e Koplikut, pra në kompleksin sportiv Vëllezër duli një lojë mjaft e ashpër ndaj ekipit Venas. Ku ekipi i Koplikut është një ekip mjaft tolerant, mund të themi, për kundërshtarin, pra nuk krijon tensione apo nuk zhvillon në një lojë të rëndë. Kundërshtarit, topi gjatë atje, nga e majta atje, vrapon Rustemaj, e kanë nxirr jashtë. Është numri 21 atje pra. Brokli, i vjetër i Naftarit, Brokli. Azizaj, janë detar të futur, kanë disa zëvendësime të Naftarit. Azizaj, Brokli, ka dhe një uditëtimit për Beleqikun, ka shkuar atje. E veni vetë, pra është Rustemaj, kombinati me Ragami, dribla një futbollist, ka topin mes këmbëve. Ishte Azizaj, topi gjatë atje. Gjini, kanë në 15, Gjini. Në të një Zarajnë, po, e largojnë mjaft mirë aty. Nuk ka forcat në shumë në sulm skuadra e Beleqikut. Ndoshta këtë moment duhet të shfrytëzohen dhe këtë aksion. Tani janë futbollistë Naftarit që qarkullojnë topin në gjysmë fushën e vet. Është numri 21 Brokli. Është male tani e ka marrë Ymeri. Gjini, autori i golit barazimit, pra Gjini, mundu të gjej Shekaj, e ka ditë Shekaj. Driblon një futboll, Shekaj, qanë vetë mes një, majla Shekaj gjuhën. Atje është shumë largë Zaraj, nështë pasqyroi topin, e gjithë topi. Nështë ishte një morim disi i Zaraj, duhet nojmë pranë Zaraj dhe duhet të jep të goditje drejt 4 kanëshit. Njësësi ka riveni lojë përsëri, e ka përmisuar Beleqikut duke të pajtohet me këtë barazim në vend të vetë, po jetë shka mund të nojnë. Ashtu si shnojnë dhe në stadiumin Ismail Gjemali, një javë me parë, kur Beleqiku vetëm 2 minuta para përfundimit. Bravo Ço, hajde! Ishte të avantarës, por tani Trashani është, shmangur djathta është Trashani. Një goditje shumë e gabuar, as kros, as gjujtje ka dalë jashtë territorit të stadiumit, se të kompleksit sportiv pra të vëllezërve Duli. Trashani pra shumë nxitur, shumë militar që ka luajtur edhe me disa ekipe, pra Trashani ka luajtur edhe në Pu, ka luajtur edhe me Basanin. Çokaj e largon topin. Ragami, mon topin, por ka marrë një, tani topi ka shkuar tek zona rrepsisë e Beleqikut, atje është Nikaj bën me dorë që do të jap top të gjatë. Ashtu bën, në qanë në të Gjini është, nis Ymeri, në të qaj vetë Ymeri, nis Gjinin, sëmë atje Trashani, s'duhet hambës këtë top. Ka bën portieri, për pak sa skuadra Beleqikut nuk përfiton, tani është Rustemaj, Ragami, Zaraj, qanë bukur Zaraj, qanë vetë Zaraj. Tani është Gjini, finë të Gjinit, Zaraj gjuhën, dhe shënon Zaraj,
Shëndon Zaraj, 2 Veleqiku, 2 Veleqiku dhe 1 Naftetari. Në grill. Ta poshtë. Edhe me në fund pra, kur luhet minuta e 36 pra Veleqiku kalon dhe niti Zaraj, ata që nuk e bëri 4 minuta me para, e bëri tani. Meri kërkon zëvendësim. Ishte një loj shumë, pra i ngulmim, i Merit, ngulmin i Gjinit, Manushi tani. Manushi, shtyn për para të autori golit dytë. Për Veleqikun, por nuk merret vesh me Shekaj. Në një Ragami, Shekaj tani. Meri, një stop të gjatë atje, po është vetëm Gjini që nuk mund të... Veleqiku përgatitet për zëvendësimin e dytë, ndoshta do t'jetë. Meri shof Brojen pra, Broja një lejtar mjafti talentuar, Meri ndohet i shtrirë, edhe do të dalë jashtë pra Meri dhe futet në lojë Broja. Broja pra është nga një pinjoll, familje pra, futbolistës pra, i Armanda Brojes pra që luan në Angli, një lejtar i kombëtares, duhet thënë që Arsili Meri është një lejtar mjaft me përvojë, edhe ky futbollist që ka luajtur me ekipet të Superligës, kategorisë parë, me Kastriotin, por ka luajtur edhe në Kosovë. Meri shënoi gol edhe me Tërbunin, por duket se është dëmtuar disi dhe ja ka lënë Brojes pra topin. Tani Çokaj, Ragami, mjaft i fuqishëm Ragami, çan Ragami vet. Topin shtyn përpara tani Shekaj, mundot të nisë Zaraj, në ka mundësi Zaraj. Jep udhëzimet, më kujdes i thot trajneri Duli i ka thënë Shekaj. Kujdes i thot Shekaj. Është një lojë pra mjaft e fortë këtu në kompleksin sportiv të vëllezërve Duli. Tana është marrë rezultati ka ndryshuar për 2-3 minutash. Zaraj pra e ka kaluar në avantazh Veleqikun. Shekaj mjaft mirë. Niset Zaraj pra, Zaraj. Tani e kanë futbollistët e Naftetarit. Është numër 20, Amida. Topi Tokazi. Është numër 11 atje. Topi Mrazoc ka pozicion jashtojet. E lën aksionin. Nika e ka pritur. Ka larguar edhe. Të shohim që Ansori nuk ka quar. Më vjen keq që një Ansor jo pa përvojë pra e bën këtë. Tani ka një goditje kënit në krahun e majt të sulmit të skuadra e Naftetarit. Të këj 2 zëvendësime. Largohet numri 5, futet numri 10, është dhe numri 2 i gatshëm, ka dalë numri 22. Pra larguar numri 5 dhe numri 22. Është futur lojë numri 2 dhe numri... Goditja kënit, Marnazonet, Tokazi, ka grështuar atje, numri 2 atje. Çfarë po ndodh Marnazonet se Veleqikut atje. O, largon atje. Tani është Zaraj, një stop të gjatë, pra top. Sa për të larguar pra këtë emocion. Sportistët e Veleqikut tani duhet ka një lojtar të dëmtuar në skuadra e Veleqikut. Me sa shoh është numri 6, Gjini, autori i golit parë pra. Skuadra e Veleqikut. Kufin nga kryesori i Tiranës, Gryka. Tani kapiteni i skuadrës, Gjishti, nga Majta atje, është numri 11 atje. Brokli, me numri 21, Brokli, ka përballë, Brokli.
është topi të gjysmë fushën e skuadrës së Veleçikut tani. Mulmojnë futbollistët e Naftarit, kërkojnë do kusht të rrin barazimin. Ka një ndërhyrje të gabuar edhe nga i Trashanit, por ka goditje. Arriva një lojë më mirë të themi për portierin Nikaj. Skuadra Nikaj tani të rriset mrapa disa metra, më thonë jep goditjen. Rrethën e mezi fush atje. Ka shku Gjini me kokë mjaft mirë atje, Trashani. Kërkon top Zaraj. E mund topin Zaraj, mundet. Ka bllokuar atje mjaft mirë atje numri 15. Dedje. Tani skuadra e Naftarit. Veleçiku kërkon edhe një zëvendësim tjetër. Ka një goditje dënimit. Por ndoshta ka kanë një sinjalizim i ansorit. Shof edhe Hotin se gatshëm pra, edhe ka një futbollist i ri. Gjishti. Akoma se ka goditje topin. Bashten edhe profesori pra, ishte topi gjatë atje. Në luftemi Rustemajt. Ka shku dhe Qokaj atje, Rustemaj. Dhe braba tek numri 11 atje. Bani konfu. Topi kras Manazonës atje. Banushi e ka larguar për një moment. Ka pozicion një shlujet, e shkritur për e muri. Ale ka këte goditje dënimit skuadra e Veleçikut. Skuadra e Veleçikut tani do të bëjnë këtë goditje offside-it pra me portierin Nikaj, i cili është shfutur në pjesën e dytë pas një dëmtimi edhe të Lokçit. Gjithsesi Nikaj po paraqitet mirë. Tipshi, kapiteni i skuadrës, e Mantopin për para, edhe një vështrim atje. Është i vete, pra nuk në hyrë Zaraj, më në fund ka në hyrë dhe Zaraj afer. Shekaj ka mërë me finde të zhja top. Tani Ragami me kokë atje. Më Gjini të shfër Gjini. Për pak sa nuk ka të shfërzua Gjini, Zaraj ka një luftim në ajrë. është faul për Naftarin, tani kundër sulmi Naftarit, topi gjatë në mesin e buçet. Qokaj atje, por ka larguar atje me shpejtësi. Është Banushi. Me topin zotrin Banushi. Një stop të gjatë, fiton të riven e lojë, për e ka me kokë. Njëri nga futbollistët pra. Topi vetëm kur kanë metur vetëm 4-5 minuta nga përfundimi i takimit, rezultati është 2 Naftari, më falë, 2 Veleçiku, 1 Naftari. Ka bojnë futbollistët Naftarit tani, është skuadra Veleçikut me këtë rivendin lojë. Banushi, drejtori sportiv Rexha, kërkon që futbollistët Veleçikut të qetësojnë lojën pra. Banushi tani. Unë vetëm nis Gjini mërthet nga mrapa, por është kapiteni tjetër tani. Gjishti, në stopin e Veleçikut atje, Ragami, e molon për një moment, Ragami. Prap Ragami, ka dalë ka bëhet me duar Ragami, ka kalë një futbollist. Por arbitri nuk e man topin, është damtuar njëri nga futbollistët e Veleçikut. Është çuar Ragami për shi atje, Rustemaj, në lodhi vetëm Rustemaj, po e largon atje mjaft mirë atje Broja. E largon topin, edhe Broja tashmë është kthyer në repartin e mbrojtjes pra. Skuadra e Veleçikut pra përgatitet bëjë edhe zëvendësimin në fundit. Kaçaj me kokë. Shekaj me kokë atje. Gjini, më ta morrin topin mirë, e merr aty, pa niset Trashani. Disi avash Trashani vetëm dhe atë në një zonë që nuk duket se edhe dielli e dëmton dhe kanë thirrë topin jashtë, pra nuk e ka parë mirë vjen ansore të fushës pra. Tani Gjishti, një top të gjatë aty në qendër atje. Kabineti tjetër çokaj me kokë. Numri 4 atje tani është. Dielli avash Banushi e jep faul pra. Skuadra e Naftarit kërkon që është numri 7 pra Azizaj me këtë goditje, Zaraj është i vetmi në këtë mur. Azizaj më në fund godet topin krës, por Kaçaj atje, mjaft i fuqishëm Kaçaj. Ka dhe ndërhyrje ndaj Kaçajit tani, është Obina me numër 20 e kthen topin mbrapa. Numri 10, i sa pa futur lojë. Tani është
Obina e mon topin, jo, ka dalë topi jashtë. Arriva në lojë për Veleçikun. Tani, dhe 3 minuta gjys nga loja rregullt dhe skuadra e Naftarit me shpejtësi vrapon për ta rifilluar lojën pra me rivendjen lojë për Veleçikun, pra merr topin atje. Të shohim ka shkuar edhe gjyqtari. Ka shkuar edhe gjyqtari. Atje të shohim do të rifilloj loja pra me këtë rivendjen lojë me nga veç Rustemaj. Veç Rustemaj pra. Fillan me këtë rivendjen lojë atje. Topin rreth e vizit bush për ekipin e Naftarit. Tani është kapiteni Çokaj. Kërkon të afrohet atje. Nikaj portieri nuk nxiton, ndoshta do të kërkoj ndonjë sekond, nuk nxiton pra portieri. Nikaj jep udhëzon shok që të shkojnë përpara. 2 minuta gjys lojë nga loja rregullt sipas kronometrit tim, topi gjatë atje. Po largojnë atje. Tani Shekaj, e man topin mirë atje. Niset Banushi, mjaft mirë Banushi. Zaraj nis përsëri Banushin. Tani është Shekaj. Shekaj dribblon një futbollist. Dribblon 2, po bllokohet më në fund. Është e vështirë. Ryn Ragami fuqishëm. Ka xhir topin jashtë Ragami pra. Luajnë pra minutat e fundit tani. Banushi. Kaçaj. Tani Broja kthe topin bravo tek Zaraj. Po në ryn dhe Ragami, është Obina me numër 20 atje. Vazhdon të ekipin Naftarit, atë rrezikshëm tani në gjysmë fushën e Veleçikut. Atje në ryn fuqishëm atje Trashani. Në ryn Trashani fuqishëm. Po janë përsëri futbollistët e Naftarit. Topi niset ka edhe pozicion jashtë lojës, është ngritur flamuri, nuk mund të vazhdojë loja më se ka pozicion jashtë lojës. Rustemaj e ka nxjerr topin jashtë, ndoshta do të ndërshkohet me karton. Veç Rustemaj kërkon falje, ka ngritur 2-2 lart, por nuk i shpërton kartonet verdh. Tani kërkohet një top tjetër për të rifilluar loja. Ka vetëm 3 minuta shtesë pra. 3 minuta shtesë. Tani ka disa vanesa. Është. Ka pozicion shlojt, pra ati është gatshëm Çokaj. Ndoshta 1 minutë i parë shtesë ka fillon pra ka me këtë goditje offside për skuadrën e Veleçikut. Rexha është në rolin e shquar në kamp, pra zbashku dhe me Dulin, që të shanë futbolistët. Kërkon që mos të ndodhë ajo që ka ndodhur në Pukë, pra kërkon 3 pikshin me çdo kusht, pra i duhen 3 pikë Veleçikut. Pa marrësi se Veleçikut tashmë është brenda objektivit. Brenda objektivit është dhe Naftari, Rustemaj, Ragami, nxjerr një top lart atje. Top i gjatë atje në gjysmë fushën e Naftarit, nuk ka asnjë futbollist atje, topi ka shkuar tek portieri. Tani janë futbollistë dhe Naftarit pra, nisi top të gjatë, gjysmë fushën e Veleçikut, e Çokaj me kokë atje, më mira atje. Është Obina me numrin 20 tani. Rapon edhe Zaraj. Rapon Zaraj, me Dulofil Zaraj. Duket se Zaraj ka fituar këtë rivend lojë ekipi Naftarit tani. Ka 2 topa në fushë. Të shohim. Loja nuk është në prerë. Topi gjatë të brenda zonës së rrëpsisë atje. Kaçaj, Ragami. Anërhynit gabuar në Ragamit, ndoshta kjo u desh. Ragamin nuk është e mirë kjo goditje, por ndoshta do të shpërgjegjojnë 1 minutë kohë derisa të fillojë. Tani Banushi, goditje fuqishme e Banushit. Madje topi do dalin jashtë me sa shokun, ashtu bën. Tani fillojnë të vonojnë. Kryesori Toska kërkon që të rifillojë në rivendjen lojë. Ragami, e më mirë Ragami me kokë tani. Broja, po ja ka jetur topa nga kam, rivend lojë për Veleçikun pra.
Broja tani. Broja. E len topin të vijë atje Banushi. Nuk nxiton as Banushi, kështu nollin dhe kur luajnë jashtë rrethit. Banushi, topi gjatë. Unë të gjej gjinin me gjokës atje, është edhe Shekaj atje. Shekaj më do të çaj vetë atje, Shekaj. Shekaj mes dy futbollistëve. Por nuk mund të vazhdoj më. Përfundon takimi këtu në kompleksin sportiv të Vëllezër Duli, 2 Veleqiku, 1 Tërbuni. Më falni, se kam menin të Tërbuni. 2 Veleqiku, 1 Naftari. Dhe kështu, pra, në fillim ka shëtuar Naftari, pa në minutë 43 të pjesës parë, me kapitenin Gjini një gol me kokë. Dhe vetëm 3 minuta më vonë është Gjini ai që ka barazuar rezultatin. Dhe tani, në minutën e 37 ka qenë Zaraj që ka quar topin atje ku duhet për 3 pikë për Veleqikun, pra 2-1. Ne ju takoshim në takimet e radhës.